I dashur xhamat, sot në këtë ligjërat xumaje, inshallah taala do të flasim për natën më të bekuar që Allahu fuqiplot ka thënë për njerëzit, për natën më të bekuar që Allahu fuqiplot ka thënë për besimtarët musliman, e që ajo është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është një natë e veçantë, e shumë shpërblyer nga ana e Madhit Zot subhanahu wa taala, dhe për vlerën e së cilës do të flasim inshallah taala në këtë ligjërat. Madhështia e muajit të Ramazanit është e padiskutueshme. Nuk ka muaj më të bekuar dhe më të shpërblyer se sa muaji i Ramazanit. Pra në 12 muaj, Allahu fuqiplot muajin e Ramazanit e ka veçuar. Në 365 netët e vitit, njërën prej tyre Allahu fuqiplot e ka veçuar. E kjo është nata e Kadrit. Se kur i bie nata e Kadrit, për dilemat si i thamë edhe në vas, por që me shumicë që neve e gjallërojmë akoma më shumë, është 27 ditë e Ramazanit, që i takon me datën 26, faktikisht, me këtë kalendarin diellor që jesim neve, edhe inshallah taala të jemi koshient, ta kemi të qartë se çfarë dhe çka duhet të bëjmë neve në këtë natë të bekuar. Allahu fuqiplot në lidhje me këtë natë, bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lejletin mubarak. Hamim, pasha librin fisnik, pasha Kur'anin adhim më shan. Pra betot Allahu fuqiplot në librin e tij madhështor, ne e zbritëm ato në një natë të bekuar. Pra e kemi filluar fillim zbritjen e Kur'anit famëlart në një natë të shenjtë, në një natë të bekuar nga ana jote, pra të Allahu fuqiplot. Pra Kur'ani famëlart ka filluar që të zbritet në natën e Kadrit. Prandaj Allahu xhaleshanu e quajti Mubarek, të bekuar. E ka beku i madhi Zot subhanahu wa taala. Për këtë natë Allahu fuqiplot thot fiha yufarriqu kull amrin hakim. Në të zgjidh çdo çështje. Pra në këtë natë madhe Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu zgjidh çdo çështje në mënyrë të prerë. Konkretisht, përcaktohet kaderi i të gjitha krijesave të Madhit Zot. Pra përcaktohet kaderi, shkruhet kaderi i gjitha krijesave të Madhit Zot për një vit rrjedh. Nga nata e Kadrit në natën e Kadrit tjetër. Shkruhet kush do të lind e kush do të vdes. Kush do të lind dhe kush do të ndrojë jetë. Kush do të fitojë e kush do të humbas. Gjatë këtij viti. Kush do të jetë i kënaqur e kush do të jetë i zemëruar. Kush do të jetë i kënaqur e kush do të jetë i mërzitur. Pra gjithçka dëshiron Zoti, fuqiplot për njerëzin, i shkruan për një vit, ose ua komunikon me melekëve për një vit, më mirë me thonë, sepse të shkruajtura, kemi thonë shpesh herë që janë të shkruajtur që në zej, që në kalubela. Para se të krijohet njerëzia, Allahu fuqiplot e ka shkruajtur kur do të lindë filani, i biri i filanës, dhe kur do të ndrojë jetë, sekondën e lindjes edhe sekondin e vdekjes. Por çka bëhet këtë natë, hoqë, na thuaj që e kemi të shkruar herët, pa lind akoma dhe tani na thuaj shkruan natën e Kadrit. Faktikisht e vërteta është që në natën e Kadrit informohen melekët për detyrat që Allahu u cakton atyre. Dhe Azraili alayhi salam informohet që brenda këtij viti ti ke këtë program. Do t'ja marrë shpirtin filanit në filan sekond të filan date dhe të filan dite. Sikundër që Allahu fuqiplot ju e urdhër dhe melekët tjerë për detyrat që i madhi Zot subhanahu wa taala ka përcaktuar. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lejletil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Ne zbritëm atë, pra Kur'ani edhe më shanë, në natën e Kadrit. Wama adraka ma lejletul qadr. Ku e dini ju se çka është nata e Kadrit? Çfarë vlerë ka ajo? Lejletul qadri khairun min 1000 shahr. Nata e Kadrit është më e vlerëshme se sa 1000 muaj, siç e thash edhe në vas. Jeta mesatare e njeriu të 73 vjet, nëse e përllogaritim natën e Kadrit 1000 muaj, i bie 83 vjet e 4 muaj. Pra më e vlefshme se sa krejt jeta e njeriut. Më e vlefshme se sa mesatarja e jetës njerëzore në tonë. Zotin e baftueshëm që ta kapim këtë mirësi të madhe të Zotit. Lejletul Qadri khairun min 1000 shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë të shenjtë do të zbresin melekët e të madhit Zot, edhe Xhibrili alayhi salam, për të shumë fishuar lutjet që i bën Allahu dhul xhelal nga toka. Plus lutjet e njerëzve dhe plus prezencës së njerëzisë, Allahu do ta ngërthej tokën edhe me prezencën e melekëve. Prandaj, njëri nga kuptimet e fjalës Kadr, pra siç thash, është edhe ngushtit, do të ngushtohet rrotulli toksor nga prezenca e madhe e melekëve. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kjo natë do të jetë paqë, siguri, mirësi, shpërblim për besimtarët deri në agimin e ditës së nesërme. Zoti na pranon fjalën nga mirë. Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghafara ma taqaddama min dhanbihi. Kush e gjallëron natën e Kadrit ashtu siç duhet e gjallëru, siç na thot Allahu fuqiplot dhe pejgamberi i tij, ai domethënë është i sigurt për shpërblimin e të madhit Zot subhanahu wa taala dhe do t'i falën gjunat, do t'i falën mëkatet secili prej atyre që e ka gjallëru, pra e ka kalu pa gjumë natën e Kadrit vetëm me ibadet nga akshami deri në agimin e asaj dite të nesërmes. Prej natës së Kadrit, besimtarët do të japin edhe fitrat. Për fitrat nuk kemi kohë, me i thonë sot, po inshallah taala do të flasim në natën e Kadrit, do i sqarojmë, të kemi edhe një xhumë tjetër, edhe xhuman inshallah taala, kush do të japë fitrën, si do të jepet fitra, sa do të jepën fitrën. Po thjesht informacion me që nata e Kadrit është përpara xhumas tjetër, dhe mundet njerëzit mos e lanë për ditën e fundit apo të parafunit të Ramazanit, mund të vijojnë të japin prej natës së Kadrit, prej me datën 26. Atëherë japim si informacion se fitrat për si vjet janë caktuar nga 4000 lekë për nufus, për shpirt, për njeri. Se sa rëndësishme është nata e Kadrit e ka vërtetuar dhe historia. Unë si imam kam një shembull interesant. Vjen tek ne shumë njerëz që kanë probleme të ndryshme. Allahu ban mrekullit, Allahu jep shërimin, Allahu jep gjithçka. Ka thënë Allah sebepën këto. Nga ato që vjen edhe shumë pjesëtar të fesë katolike. Mund të jenë mos 10-20 veta që kanë qenë të unë për ndonjë hall, që më thotë, që ne shpjego si do të gjejmë natën e Kadrit, si ta agjërojmë dhe ne. Dhe unë ju jap rregulla se si duhet, fillim të pastrohet, të bëj dush njeriu, të jetë i pasur se Allahu fuqiplot kërkon pasurinë si primarja e një muslimani. Edhe pastaj rregullat e agjërimit. Shohim kur bëjmë dua buk ose ndonjë dua. Shohim prezant njerëz që nuk i gren dua të lartë. Kur hoxha bën dua, musliman. Wallahi billahi tallahi,
kam pas katolik në Sebepe rast e vdekjesh, kje ka një misi katolik, ose shoqëri prej katolikëve, për të solidarizuar me muslimanët me ne, i ngrenë duart lartë dhe ata. I ngrenë duart lartë. Jo ti si musliman. Ti do t'jesh shembull për të gjitha fetë tjera, se posedon një fe që Allahu e ka beku dhe ti jesh mirënjohës që ti t'ka zgjedhur për me qenë musliman. Zoti na bëft musliman jo vetëm me emër, por edhe me vepër. Ja Rabbil Alamin. Të nderuar vëllezër besimtar, rreth pyetjes se çfarë duhet të bëjmë në këtë natë të bekuar për të përmbyllur me këtë inshallah, duhet të bëjmë këto gjëra që ti mbani mend. Të bëjmë sa më shumë dua dhe lutje. Njëherë madhërojmë të madhin Zot, falenderojmë Allahun, i shojmë salavat dashmit të Zotit, i kërkojmë Allahut xhenetin, kërkojmë për Allahut na ruaj nga xhehenemi, i kërkojmë Allahut na udhëzojë në Islam, dhe pasi të kemi bën këto, atëherë për shkak të të shpirtit dhe zemra jote lutet të madhin Zot, se Allahu i jep panda. Të bëj tawbe istighfar, pendim nga gjunat që aq shumë ne kanë ngulfat zemrën dhe shpirtin tonë. Gjunat e sotshme janë katastrofale. Të hecësh bën gjunat, të flasësh bën gjunat, të shkosh bën gjunat. Sa të dalësh në derë përballësh me gjunat. Zoti na fal, ja Rabbil. E tawbe istighfari është mos e nevojshme. Brez mas brezi, gjenerat pas gjenerate, shekull pas shekull i kanë qenë nevojshme, ama në kohën e sodit mund të jenë shumë fishtë nevojshme. Se nuk është nivelli jonë i imanit me nivelin e sahabëve, tabiinëve apo të bajinëve. Të shtojmë të spihet dhe falenderimin ndaj madhit Zot. Të qojmë sa më shumë salavat me dashmin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Mos pushoj goja jona atë natë u thonë Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Të japim sadaka sa më shumë, përveç fitrave edhe më tepër, kush ka mundësi për ta. Të ruhemi nga mëkatet e gjymtyrëve, të duarve, të syve, të gëmbëve, të veshëve, sepse kemi thënë që agjërimi nuk do të thotë vetëm me agjëru me bark e me gojë, por me agjëru me gjitha gjymtyrët e trupit. Të fal sa më shumë namazën nafile me të shahud, namaz natë sa më tepër. Vëllezër besimtar, respektin që ka çdo muslimane për këtë natë tregohet që rëndësi të madhe i kanë dhënë kësaj nate të bekuar. Brez mas brezi hoxhallarët e kanë klasifikuar Allahu xhaleshanu ndrat par pejgamberi selam edhe ulemaja që kjo natë është e pazëvendësueshme, nuk të jepet më. Mos thuaj që hoq, po pata pak punë, që si angazhuar, që si zënë në këtë natë së bëra tamam ibadetin. Po inshallah vitin tjetër. Ti thuaj inshallah, po as ditën tjetër se ke të garantuar, jo vitin tjetër, jo natën e Kadrit tjetër. Nëse neve rrim natën e vitit të ri, si mumje përpara televizorit, 24 orë për të pa humorët pista, e mos rrim natën e Kadrit. Ajo duhet të eliminohet viti i ri, nata e Kadrit duhet të gjallërohet. Zoti na mundsoft ja Rabbil Alamin që ta gjallërojmë ato, ta kalojmë me ibadet dhe Allah na i pranoft me namazën që kemi fal, plus namazin shtesë të ravis. Allah na e pranoft ruku e sejdë, e këndim Kur'ani, e tesbih, e dua që kemi bërë. Allah fuqi plot na e pranoft agjërimin në muajt madhën shumë të Ramazanit, neve, evlatëve tonë, familjeve tonë dhe mbar muslimanëve, ja Rabbil Alamin, e Allahu t'ja pashimilan amanet edhe evlatët tonë që nuk i kemi brenda në familjet tona, kjo në atë kadri, qoftë inshallah ta'ala ombreu, shpëtim dhe rujtje nga çdo lloj taksirati, nga çdo lloj fatkeqësie, nga çdo lloj aksidenti, neve dhe fëmijët tonë kudo që i kemi ato, ja Rabbil Alamin. ألا أين أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القادر